Ish banore e shtëpisë më të famshme në Shqipëri, Egli Tako ka festuar ditëlindjen e saj ditën e djeshme. Këngëtarja është surprizuar nga ndjekësit me një dhuratë mjaft të veçantë dhe emocionuese. Ata i kanë dërguar një ëmbëlsirë dhe një buqet me lule të bardha, të shoqëruara me një kartolinë ku shkruhej: "Urime ditëlindjen e 28 Egli dhe urime 5 mujorin e martesës me Gjestin. Ju duam." Ky urim i papritur që përfshin Gjestin ka tërhequr vëmendjen e shumë ndjekësve në rrjetet sociale, ku na do të themi se Egli Tako këtë dhuratë e publikoi në rrjetin e saj social Instagram, duke i shtyrë fansat e saj që të mendojnë se ajo dhe Gjesti janë akoma bashkë. Egli dhe Gjesti, përsa ko ishin në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, kishin shumë ulje ngritjen e marrëdhënien e tyre. Por pas përfundimit të spektaklit, me sa duket, ata i dhanë fund lidhjes, por ka disa nga fansat e Eglit dhe Gjestit që mendojnë se ata të dy janë ende bashkë, por lidhjen e tyre e mbajnë larg syrit të medias. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.